Raundi i parë i aplikimeve në Universitetin e Qrem Çabej në Gjirokastër ka shënuar një interes të shtuar nga të rinjt për programet e studimit që ofron ky institucion akademik. Në total janë regjistruar rreth 2100 aplikime, rreth 300 më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Degët më të preferuara nga kandidatët për student vijojnë të jenë ato të ekonomikut dhe infermierisë, ndërsa këtë vit, sipas rektorit të universitetit Jaho Cana, vihet re një rritje interesi dhe për programet e mësuesisë. Rritja e numrit të aplikimeve konsiderohet një tregues pozitiv për institucionin, në një kohë kur universitetet rajonale përballen prej vitesh me sfidën e uljes së numrit të maturantëve dhe largimit të rinjve drejt Tiranës apo jashtë vendit, sipas rektorit. Se në krahasim me vitin e kaluar, përsëri numri i aplikimeve për universitetin tonë rezulton më i lartë. Nëse vitin e kaluar ne kishim rreth 1800 aplikime, për këtë vit aplikimi i studentëve ka kaluar shifrën e 2000 studentëve. Pra që i bjerë rreth 300 student më shumë nga viti i kaluar. Kjo të tregon dhe njërë tjetër, se Universiteti i Qrem Çabej i Gjirokastës është në rrugën e dur të përmirësimit të mëtejshëm të ofertës akademike. Kjo ka arru si rezultat e një pune të palodhur e stafeve akademike për të i përqasur të gjitha programet e studimit me ofertat e punësimit. Në ana tjetër, duhet të thënë se universitetin tonë gjatë kësaj periudhe janë bërë shumë përpjekje të mëdha për të ndërkombëtarizuar akoma më tej universitetin. Tashëm ne kemi rreth 5 programe të përbashkëta me Universitetet e Italisë dhe Universitetet e Greqisë. Ndërkohë, jemi për këtë vit akademik në prag të hapjes së disa programeve të reja, siç është hapja doktoraturës me një universitet të Letonisë në Fakultetin Ekonomik. Jemi në prag të konsolidimit të hapjes së programeve të përbashkëta, të njësër programesh të përbashkëta me Universitetin e Aninës, një universitet i cili ka një potencë të jashtëzakonshme në gjithë Europën. Nga ana tjetër, risia për këtë vit akademik është hapja e programit të përbashkët të infermierisë me Universitetin Oriental të Piemontes në Itali, i cili është një nga universitetet më elitare në gjithë Europën në fushën e studimeve mjekësore. Raundi i parë i regjistrimeve zhvillohet nga 26 korriku deri në 8 shtator dhe është ndarë në 7 faza, secila me kohë zgjatje 48 orëshe. Gjatë kësaj periudhe, kandidatët fitues kanë mundësi të kryejnë regjistrimin sipas renditjes dhe programit të studimit ku janë shpallur fitues. Universiteti i Qrem Çabej ka një histori mbi 50 vjeçare dhe mbetet një prej qendrave të rëndësishme akademike në jug të vendit. Përmes programeve të ndryshme të studimit, universiteti synon të ruajë rolin e tij në formimin e brezave të rinj dhe përgatitjen e profesionistëve për tregun e punës në rajon dhe më gjerë.